Një trend që ka pushtuar TikTokun dhe tashmë ka mbritur edhe në Kosovë, po i tërheq konsumatorët në një lojë të ngjashme me llotarinë. Hapja e pakove misterioze. Ky fenomen ka krijuar një val entuziazmi pasi njerëzit shohin nëpërmjet videove se çfarë mund të fshehin këto kuti. Pajisje elektronike të shtrenjta, produkte kozmetike luksoze dhe shumë surpriza të tjera. Por a janë këto pako të humbura realisht një mundësi për të fituar apo janë një mashtrim i pastër? Për shumë kosovar, kjo duket si një mundësi për të gjetur një përfitim të papritur. Ndoshta një telefon të shtrenjtë apo një makinë të re pas një pagese të vogël për kutinë misterioze. Por ndërsa shumë janë entuziast, ata që kanë vendosur të provojnë fatin e tyre kanë filluar të shprehin zhgënjim. Në grupe të ndryshme në Facebook dhe TikTok, përdoruesit po e pranojnë se shumë prej pakove që kanë hapur janë të mbushura me produkte të lira, të cilat mund të gjenten me lehtësi në dyqane gjithçka për €1. Duket se disa biznese po shfrytëzojnë këtë trend si një mundësi marketingu për të shitur stokun e vjetër, duke përdorur etiketën tërheqëse pako misterioze, për të bërë tërheqës dhe për të tërhequr blerës të rinj. Por a është ky një mashtrim i sofistikuar? A janë këto pako vërtet të humbura apo thjesht një mënyrë për të shitur produkte që nuk kanë më vlerë tregu?